Shpresat janë që punimet së paku të kenë përfunduar para nisjes së fluksit të sezonit turistik, por pamjet e marra në teren tregojnë se ndonse punimet kanë kohë që kanë nisur për pjesën e mbetur të shëtitores në plazhin e madh, përfundimi i tyre duket ende i largët. Është bërë thuajse e zakonshme në Durrës që çdo vit me nisjen e sezonit turistik të kryhen punime. Faza e dytë e rehabilitimit të shëtitores bregdetare të plazhit është premtuar se do të përfundojë me nisjen e fluksit të turizmit në zonë. Investimi realizohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe financohet nga Banka Europiane për Rindërtim dhe Rizhvillim. Krahas ndërhyrjes në shëtitore, projekti parashikon rehabilitimin e 41 fasadave të pallateve të ndërtuara në vijën e parë të bregdetit të kësaj zone dhe vlera totale e projektit është rreth 6 milion euro pa TVSH. Ky projekt parashikon dhe 520 pemë dhe palma, shëtitore për këmbësorët, pista për ata që zgjedhin mbrapimin gjatë brekut dhe disa prej detajeve që pritet që të ndryshojnë pamjen zonës nga ura e Tajlanit deri tek godina e kavaleshencës.